Derisa në Greqi ka filluar sezoni turistik, në tregje dhe markete çmimet e disa pemëve si dredhëzat dhe pjeshkat variojnë nga 2 deri në 3 euro, që në disa raste janë më të lira se në Maqedoninë e Veriut. Qershit janë ndër frutat më të shtrenjta me çmime që shkojnë nga 8 deri në 11 euro për kilogram. Edhe perimet si kastravecat, specat dhe domatet shiten me çmime të ndryshme, ku kastravecat për 40 cent janë dukshëm më të lira se në Maqedoninë e Veriut. Produkte si çokolada, kafeja dhe disa produkte higjienike janë më të shtrenjta krahasuar me marketet tona. Kafeja, espresso, cappuccino, frappé në përmarkete shiten nga 2.20 euro deri në 2.80 euro. Shitësit grek paralajmërojnë rritje të mëtejshme të çmimeve duke theksuar mungesën e fitimit në kushtet aktuale. Në plazhet e pjesës më të madhe të vendeve turistike të Kasandrës, 2 shezllone dhe 1 çadër u jepen nëse blini një pije që kushton të paktën 5 euro. Në restorantet Buzdetit, një picë e vogël ose sallat kushton 10 euro, ndërsa një pjatë me ushqime deti arrin në 17 euro. Inflacioni ka ndikuar ndjeshëm në çmimet e produkteve dhe shërbimeve, duke prekur edhe turizmin grek, një shtyllë e rëndësishme e ekonomisë së vendit. Megjithatë, Greqia mbetet një nga destinacionet më të vizituara për qytetarët nga Maqedonia e Veriut për shkak të afërsisë dhe qasjes në det. Detaje më të hollësishme mund të lexoni në portal.mk.